Megjithëse me distancë të largët, Shtetet e Bashkuara të Amerikës janë partner rëndësishëm tregtar i vendit tonë. Vendimi i presidentit të Shteteve të Bashkuara të Amerikës për vendosjen e tarifave të reja në të gjithë botën mbi mallrat e importuar, duke përfshirë edhe Shqipërinë, pritet të ketë ndikime edhe në tarifat e mallrave që ne eksportojmë drejt SBA-s. Për vendin tonë, tarifa e vendosur nga presidenti i Shteteve të Bashkuara të Amerikës është 10%. Por çfarë eksporton Shqipëria drejt Shteteve të Bashkuara të Amerikës? Eksportet shqiptare në SBA dominojnë nga bimët medicinale dhe aromatike, mineralet, veshjet, pije si vera, produkte ushqimore, rrëshirat, vajrat esencial dhe këpucët për lëkure, ndërsa importet nga SBA dominojnë nga mjetet e transportit dhe lëndët djegëse. Sipas të dhënave nga Instituti i Statistikave, në vitin 2024, importet amerikane shënuan 20.5 miliard lek, duke u rritur me 19% nga viti 2023, ndërsa eksportet e Shqipërisë drejt SBA-s arritën në 7 miliard lek, me një rënje vjetore prej 27% si rrjedhoi dobësimit që pusuan në përgjithësi eksportet tona, për shkak të rënjes së euros.